Kreu lëvizje socialiste për integrim Ilir Meta ishte në Kukës ku i ofroi mbështetje Hasan Halilait, kryebashkiakut aktual që 2 vitet e fundit i është bashkuar kësaj force politike si kandidat për një mandat të tretë. Para strukturave, kreu i LSI-s deklaroi se Kuksi ka shumë probleme të mpreta sociale për të përballur siç është papunësia. Do të arrim të tregojmë se Kuksi mund të ecë në rrugën e progresit social, mund të ecë në rrugën e punësimit, mund të ecë në rrugën e dëgjimit të problemeve konkrete që kanë qytetarët e Kuksit. Për Ilir Metën, suksesi i zgjedhjeve do bazohet në bashkëpunimi konstruktiv me Partinë Socialiste. Të tregojmë se Kuksi mund të ndryshojë shumë shpejt dhe potenciali kryesor për këtë ndryshim ndodhet pikërisht këtu në Kukës, por ne duhet ta vëmë më mirë në lëvizje. Kjo zgjedhje kërkon një përfshirje sa më të gjerë të gjithë qytetarëve, të gjithë kategorive shoqërore, por në të veçantë një përfshirje sa më të gjerë të grave, të vajzave dhe të trive. Gjithashtu Meta bëri me dije se në Kukës u investuan me miliona euro për ujësillësin, por uji ende nuk ka ardhur, teksa premtoi se ky problem do marrë zgjidhje së shpejti.